Kush ka qenë ai që e ka mbjell këtë ulli? Askush nuk e di. Bëhet fjalë për ullin me mosh qindra e qindra vjeçare. Ulliri i bardh i Tiranës, në sa u qetja miq, dhe ka shumë të tillë. 90% e pemëve këtu janë ullin shekullar. Dhe jam me Lulin që ka sjell teknologjinë e fundit të përpunimit të vajit të ullirit. Po Luli ka një histori shumë interesante, ka qenë emigrant në Itali. Çfarë të tha italiani, Lulo? Kam emigru 15 vite. Kur i thash italiani që kemi ullit shekullar kështu, më tha që ore, dhe më thonë se kuptoj qa boni këne refugjat që vini këne për nuk shkoni ke Floriri, se Flori i thonë ata. Edhe unë e përsëris nuk e heq nga mendje dhe më thonë që vaj ullirit është Flori, se Flori e kanë gjyrën. Dhe kanë fut një teknologji më të mirën të mundshme, që është sot për sot. Sa modest që je, mo Luli, ka fut teknologjinë e vitit 2024, që do të thotë, futet ullirit dhe përpunohet me temperaturë të ullët, ai vaj i rrallë, ekstra i virgjër. Po, që kjo jashtë ka një çmim goxhat lart, po që ju fatmirësisht na e shisni pak më lirë. Këtu në Shqipëri jemi me kostot më të lirë se jashtë. Kjo është vaj, domethënë që ka vlera shumë të larta. Ky fshat ka ulli 2000 deri në 2500 vjeç. Thashun që jam me fat. Jam me fat që jam. Estime që është realizuar nga kërkuesit e Bankës Botërore të Ullirit kanë dalë në rezultatet se ulliri jon i bardhës mund të gjendet në zonën e Istrës të Kroacisë dhe në ankona të Italisë. Dhe mendohet që lëvizjet që kanë bërë popullata shqiptare ka marrë me vete dhe ullirin. Pra, ulliri i bardh i Tiranës është i Tiranës, Është i Tiranës. Nuk djalim italianëve. Jo, as kroatëve. Është Lulit. Po. Edhe Luli ka bërë një super investim të fabrika. Mua është një investim i ka marrë në ndihmë domethënë zonës, ndroqit, katunët ndroqit, domethënë kodrat e Sauqet, Pinet, Çalëbërzis, Shesh. Kam prunë fabrikën në Ullisht, jo në rrugë kryesore. Më bëri përshtypje kjo, se zakonisht fabrikat i vënë në rrugë kryesore. Ti e ke vënë mu në zemër të Ullishtes. Po unë kam pa domethënë në Itali, gjithë fabrikët përpunishtet që janë aty ku duhet vendi. Se nuk më të morën tani fabrikën ta vendosën në rrugë. Se këtu ke unë vinë njerëzit, ca vinë me makina, ca vinë me karroca, ca vinë me domethënë me kala, me kështu. Në çfarë janë mundësit që i binë ke Ullishta, jam zonët, zemrët zonës, si mi thonë.